pres prap provokimet që të ketë, përderisa është një pushtet totalitar dhe ekspansionist që është shteti i Serbisë në krye me Aleksandar Vučićin. Kosova duhet të ketë kujdes dhe të vazhdojë me këtë ritëm, pra që të përcjell me kujdes lëvizjet e ushtrisë serbe. Çdo hyrje e çizmës së ushtarit serb provokim ndaj Aleancës Veriatlantike. Deklarata e kryeministit të Republikës Kosovës është në vazhdim e deklaratave të matura dhe të faktuara lidhur me provokimet të cilat i vinë shtetet Kosovës nga ana e Serbisë. Dhe jo vetëm këtë, nuk është hera e parë, por në vazhdimsi në vitet e kaluara dhe deri në ditët e sotme kemi deklarata të tilla që nga hiqja sigurisë toksore prej 5 kilometrave në vazhdimsi ka pasur provokime të tilla. Prandaj edhe jo rastësisht kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti, ka kërkuar që rikthehet dhe të vendoset via zona e sigurisë prej 5 kilometrave, ashtu siç ishte që nga viti 99. Prandaj provokimet të tilla kemi pasur edhe në të kaluarën dhe unë pres prap provokimet që të ketë, përderisa është një pushtet totalitar dhe ekspansionist që është shteti i Serbisë në krye me Aleksandar Vučićin dhe vartësit e tij, ku i gjithë pushteti është koncentruar në një grup, në një klan. Më gëzon një fakt që organet e sigurisë të Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in e ULEKS-in kanë të mundër për shkak të përgatitjeve operacionale dhe logjistikës që këto lëvizje të ushtrisë serbe të detektohen me kohë, të vëzhgohen dhe të mos lejojnë befasi. Prandaj mendoj që Kosova duhet të ketë kujdes dhe të vazhdojë me këtë ritëm, pra që të përcjell me kujdes lëvizjet e ushtrisë serbe, edhe pse ato në vazhdimsi thirrën në vijën kufitare ku ende nuk është bërë demarkimi i kufirë mes Kosovës dhe Serbisë, prandaj edhe para bashkësisë ndërkombëtare këtë arsyetim e gjen ushtria serbe dhe urdhërdhënësit e tyre. Dhe unë besoj se përderisa të mos bëhet demarkimi i kufirit dhe të dihet vija kufitare sakt deri ku është territori, atë do të kemi në vazhdimsi provokime të tilla. Provokime të tilla nuk mendoj që do të ketë veprim ose aksion ose ndërhyrje brenda territorit të Kosovës, por është provokim psikologjik ndaj shtetit të Kosovës, sepse çdo hyrje e çizmës së ushtarit serb provokim ndaj Aleancës Veriatlantike, sepse vetë Aleanca Veriatlantike është garantuese e sovranitetit dhe integritetit territorial, toksor e ajror. Prandaj çdo cënim i sovranitetit do të ishte cënim ndaj Aleancës Veriatlantike.